Po, unë jam garus, e përfaqësoj Kosovën në gara evropiane kështu. Po, bilderi. Jam dikon 10 herë kampion, edhe jam 2 herë kampion i Zvicrës, kampion ballkanik. Do dikon 25 vjet jam me fitness. Kur kom fillu veç me hekur. Hekur i ka 20 kg. Unë kom fillu të kallzova 2 mitën, jam kon hera parë në fitness çkumi. Më shumë kom jetë fitness sa në rrugë. Garus hojnë dhe 7 herë ushqime gjatë ditës. Për shembull na hami shumë orez, hami shumë mish, këtë perdet me herë të mishit asnjë gjala. Atë vërtet ke çaj kam i bësh shtëpis? Po është, po normale, tash me përgatitë 7 herë ekstra për një person është. Por ti me fitness se nuk ka bëj mirë. Unë jam garus, e përfaqësoj Kosovën në gara evropiane kështu. Domethënë tash nuk jam aktiv që në një vit 2. Pse? Po kjo fitnessi bodybuildingi ka do kushte pak më ndryshe se futbolla, se to nuk mundi më kon stop aktiv. Se ka shumë regjime me ushqim, edhe tani do të pak pauza. Je bilder. Po, bilderi, normal bilder. Pjesë na për gara? Po, jam dikon 10 herë kampion, edhe jam 2 herë kampion i Zvicrës, kampion ballkanik. Jam përfaqësues i Kosovës në gara botërore evropiane. Do të thonë sto profesioni jam i fitnessit, do të dikon 25 vjet jam me fitness. 25 vjet. Si vjet, po 25 vjet që mirë na. 25 vjet me qumë grut gërditën e lëma fitness. Aty po ma leto me fitness, se fitnessi nuk ka revansh, kështu me ta këty fjalën aty diçka. Shkoni kop tegat edhe. Ka së dakme fjalën. Edhe kështu nërë kur bosh nervoz i gjuna, me gruja vërtet është tjetër. Grusoni u thosam valla. No goza vërtet se. Tregom, për shembull, atë ka pengu diçka në jetën private kjo puna fitnessit. Aty qysh fitnessi është bege një sfidë e madhe. Për shembull ça më ka pengu më shumë është kur kena nis me marr veten, për marr me shembull ose më zhvillu, është pak si provokim, apo në gjinja menojnë që po fryesh që thonë na me fjalë se kur kena një kafe ose në restorant, unë vesh na non stop gjën, që po shif na për shkak që jo, po ku jemi në restorante, bro, janë njerëzit janë intelektualë, janë studentë, janë ka profesione ndryshme. Tash nëse na me fitness ose bilderi munot me kallzu veten çat det në restorant, atëherë shumë gabim. Por që ta doan garat edhe sporti, se bodybuilding jo sport. Ju mundu në sto vesh, mu vesh ma gjën për shkak që mu kallzu pak ma edukat, me kallzu pak kulturë, edhe me kallzu që sport. O kon sfit kur janis mu zhvillu, menojnë që është edhe një jetu ushtru për mu reja, menojnë që jetu ushtru për me mu liftu e diçka, e jo ndasë edhe që për shumë të bëne fastile, di themi dur ta. A dhe Se fjallëve, kosta limun. Se është për me është pak provokim, pak se normal ti kur zhvillosh, dallosh, tash dikush të kallzova, dikush për shembull e trajton ndryshe, po na sidomos garus të elitar, që nuk guxoj me trajtu për si gjana ku e dijon. Ke kërcu dur në herë, që mund me dhe? Po na nuk guxohemi, për shembull sa dush që e kom të fort, po e kom provu, po kena shumë pasoja. Se kur të muskujt, të na janë muskujt ma kontraktum, janë ma volum, mumi me thonë. Për shembull është ma jajt, edhe tash na nuk i kena sportin që i thejnë durt ose mundjes, ata bojnë tjetër ushtrime. Tash na me kap me thy didor, mund me na kthy damart, ose rrotllon muskujt, mumi me thonë, edhe ka pasoja dikon 6 muaj s'munësh me prek tani diçka me do. Tregom sa kilogram peshë ke qenë më shumë ti. Unë nuk ushtoj me pesha trona, unë tregova, jam 10 herë kampion, me 90 kg bëj gjëks edhe me çato kilogram dali po i kum shty deri 100 para 2014 në 70 forma shumë, deri 160, 170 i kum shty kështu. E kena testu po. Po jo, me ushtru gjithë me peshë atleta se muskli zhvillohet mirë me peshë atleta. Domethënë na dy ushtrohemi sot të dytë për minaran ti 10 kg. Unë 80 fund mujt zhvillohemi njëjë se kjo pesha që ngarkosh është më e madhe. Tash ti s'mund unë me çtimi po 80 kg sot se ti s'e përballon çat peshë. E tash edhe këta trita dhe kevi u kisha luçi kur shkojnë fitness, ne filloj me 5. Kur kom fillu veç me hekur. Hekur i ka 20 kg pa tega. Unë kom fillu të kallzova 2 mitën, jam kon hera parë në fitness çkumi. I bjen dykon me jetë, bro, me pa kështu me jetë gjatësi, ma shumë kom jetë fitness sa në rrugë, po fatmirësisht u bo pjesë e rrugës tëmë, dhe ja kom pa ajrin shumë me valimin e kohë. A je martum sot lemur? I martum jam, mi kam 2 fëmijë. Shkollë e kimi, gjo. Faleminderit Atë ka shumë. pengu kjo jeta fitnessit, jetën bashkëtorë. Po, Se gratë janë gjeluzë, valla me të drejtën, në e di. A ti qysh, unë tash prej 2015 jam aktiv me gara, me përfaqësim. Ka pengu kjo ma shumë kjo pjesa e pregaditës ushqimit, se anë e kom pa që se garus të hojnë dhe 7 herë ushqime gjatë ditës, 7 herë i kena. E qomi dikon ora 5 e gjysmë 6 për me fillu pregaditit, kardiot,
tani me shku me hongër ushqime, do me thonë qomi sa më ret me zonë vaktet, është qashtu regjimi, do me thonë si në dokumentar ati gjëkon. E kjo e pregatit ushqimit, tani edhe fëmija kënë të vogël, se fëmijt i kam tash 10 vjetë, do me thonë 2015 i kam pas 2-3 vjetë fëmijt, e ishke një fast feed, o do ke për shembull për bashkëshortën dhe mësim i rrit 3 fëmija, o vëde. Se pregatit për fëmijë, pregatit për mu, dikur, ja nisim edhe ushqim, për shembull na hami shumë orez, hami shumë mish, këtë perdet me herë të mishit, të si gjalla. Atë vërtet ke çaj kam i bë shtëpis. Po është, po normale, ose për gradet, ose për femnat, edhe për familjarët, ti tash me pregati qëta ter ekstra për një person, është plus ushqimi tëmbe. Po të shakon se atë kish halon vend. Po jo, se shpërblimi është shumë i mirë. Qëre, nuk ka... A është gjeloze hiq? A kon gjeloze për shumë ke me dal pak zhvesh aty e dim. A di qysh, unë mësu se ne kam si më dhonse, është jep sem edhe me klasor, nështë ta fatmirësisht për shkak edhe që u konë si më dhonse, më ka kuptu, po janë momentet, për shembull kur jena në për pushime sana, është normal, trupi mirë, ose ti për shembull je përpara, familja për mas është, ti nuk shkruan ballë si për nuse, si për burr, nuk i shkruan ballë, që është i zënë. A diçka e kanë ose para nuses. Jo, nuk më ka ndodhur, nuk më ka ndodhur, se po sigurisht i çdo më kthy vet, Troj zoti valla. Pamë shumë betejë respekt mos e lë. Më janë shumë mirë emocional. Troj zoti valla, respekt. Kala mirë, ciao. Si eksport kere në për garajja Toyotës, të Fordi kum kriju në, po garaj Fordit, të shqiptarët i këshin me rak, vesh ma një qarë me konës, emni ma i naltë. A mund është më bu milioner në Zvicër? Jam bere qatë veç se me qëto që kena mëri, që kur gjithë kanë thonë një shpi, një tokë, pak bache, një kerë, vesh ka milionera plot pitonëve. Darga ua është me përqindje, këtë shqiptar është. Këtë shpia që ka e ndërtu edhe blok që janë marru, janë këtë shqiptarë që i kanë blej, kanë... Sa kanë interes sot për gurbeqarëve njerëz? U sprovona për ditë. Shirin, ne i sen me fitu për teje. Po tu në edhe të investoj dykun, se e kanë marë parët, nuk kanë dalë. Qyshje? Mirë. Me shnet? Mirë, alhamdulillah. Me hallë me dirte? Mirë. Si gjalli ri? Mirë. Këtë thëjnë, i moqëm dukna, po i ri me thonë mirë është. Ti di që moqëm s'ka ke? Nështë ta thëjnë, kur thot goja, nuk janë dilë vetës. Kur thu mirë,edi, alhamdulillah, del këtë mirë. Këtë mirë, që zotit, që janë me rëndësish. A kish nejtë, kur të kish nejtë, sa në tjera Po, shkujtë? shtash. Të regam, ku jetoni kohë i ki? Unë e Shkupit, Maqedonis, edhe jetoj në Zvicër me moti. Që sa vjetë në Zvicër? 88-ën. 88-ës. I 7-ës klasë këmë shku. Pse shkuve vlohëllëzë? Po, aba në mur, ja i ka konë këtë gurbet, në Gjermani, pëse në Suedi, në Gjermani, pëse në Zvicër. Të regam, që është tjeta në gurbet? Por mu ma njajt, si me thonë, si këtu si e gje, Tu ka bo njëj? Një farotini me këshirë, qish, po e jetojmë